Gjatë këtij muaji festiv për gjithë shqiptarët, Prishtina festoi edhe për një tjetër ngjarje të rëndësishme. Tifozët bardhë e kaltër nga Prishtina, plisat festuan 25 vjetorin e tyre, me qras për këtë ditëlindje organizuan një koncert të cilin më detajisht u asillim gjatë minutave në vazhdim. Muaji nëntor këtë vit ishte muaji më festiv për të gjithë shqiptarët. Përpos që festuan për 100 vjet shtet, javën e kaluar në kryeqytet, tifozët bardhë e kaltër të plisat nga Prishtina festuan ditëlindjen e tyre të 25. Me qras për këtë ditëlindje, organizuan një koncert të mbajtur në sheshin Nën Tereza. Në Prishtinë çifteli, Fësëkën e ke mushri, ku ka plisa Shqipëri, Jem nga krush me plisa parë, Keq shqiptarë qojmë në kohë, Bardhë e kaltërt ishin ngjyrat që dominonin në këtë pjesë të qytetit. Nuk ishte dallim moshe e as dallim gjinie. Të mbledhur e të bashkuar vetëm për një arsye, që të festojnë 25 vite punë, sakrificë e mbi të gjitha suksese të jashtëzakonshme. Jam i tifos për 1983, jam tifos ma i flaktin Prishtinë që jam. Jam i moshëm 54 vjeqare, e kom modhes Prishtinë në katër, na për Sërbije, na për Kamës, si që tash ma i lumë të një tamë që më kom kur. Qa ka ndryshu tifozëria prej kohës kur keni fillu ju t'jeni tifozë deri më tash? Po ka ndryshu tash një ma tri, ata i na konë matë më shëndash, nuk e muj me ditë gjeneratën tam kush është ai tifoz i flaktin. Unë i vetëm i unë që jem tifoz i flakt për Prishtinën, edhe japi jetën, ka shkën, ka mos shkën edhe jem i flak shumë. Ja adhuroj për gjithmonë këta plisat e ri në të shumohën, se jetë ma të mirë s'ka, lumëdun. Po ditë me zamër, me shpirt i thirri për gjithë i këtë plisat. Ku do t'jënë plisat Prishtinë? Që jem nga matë flakë se Prishtinë s'ka ku në vërë. Unë ja udhëroj plisat me zemër në të madin moshën tem, që jem ja udhëroj plisat ditëlindjen e tyne për gjithmonë, për që ja udhëroj edhe i thiri për gjithë ti krejt, ku do t'i janë, në të vinë të kësyri që ajnë plisat. Sot është 25 vjetori, i përgëzoj të gjithë për këtë organizim, me të vërtet e meritojnë plisat, kanë qenë pjesa e pandashme e klubeve Prishtinës, të thotë futboll, basketbol, pa marrë parasysh gjitha sportet. Fundi i viteve të 80-ta ishte pikërisht periudha kur tifozët e Prishtinës filluan të identifikoheshin si plisa, emër me të cilin njihen edhe sot tifozët më të flaktë të skuadrës. Për ato kohra të vështira tregojnë disa nga kryesuesit e vjetër të kësaj tifozërie. Me siguri se ka ndryshu shumë, domethënë ka ndryshu shumë se në kohën kur ka qenë para luftës dhe me limi nuk i kemi pas këtu, nuk i kemi pas këto, nuk i kemi pas këtë ambient ka zbukur, ka qenë domethënë me veshje shumë shia apo s'kena pas fare, e sot e kena një pare shumë mirë, mujna mu krahasu me krejt në Evropë. Cila është dërimi e drejtuar që plisat? Unë e uroj që ky numër më shtu ma shumë, sepse tifozako nuk është veç huliganizëm, po tifozako është një kultur që e bën të cilë qytet modern. 100 vjet plisa, 100 vjet plisa. A me Europa varsina plisat? O shqiptari sholla dhe 1000 vjet. Vitin 87 janë formu plisat, janë udhëhecat e plisave të 87-ën deri në 90-ën. 90-ën ka pas ndërpremje të sportit për shkak politikës që ka qenë. Në 93-ën e kemi aktivizu Ligën e Kosovës, me vitin 93 deri në vitin 98 e kam udhëheqone si udhëhec si plisave kam organizu. Kemi qenë një kombi, jemi po 4.000 veta gjys milioni. Me pjesarëve të plisat cilë kanë qenë
tifoz plisave, ka dhe dëshmor vitin 98, na disa dhe plisave kemi shku, jemi po pjesëmarrës luftës, e kemi lyp ato çka e kemi pas shpirt edhe e kena realizu, edhe pas luftës jemi aktivizu dhe në vitin 2001, apet kam qenë si kryetari plisave, pas vitin 2001 e kanë marrë tjertë edhe ka pru deri këto dhe jam shumë i knoqën, shumë i lumtur. Ngjyra kaltërt edhe bardhë simbolizon dy sene. Ngjyra bardhë është ajri, ngjyra kaltërt është deti. Edhe djelmoshat e Prishtinës kaltërt e bardhë duhet me vazhdu rrugën tonë, që kemi pas me vështërsi deri në fund, me arrit suksese edhe me konën nishat qysh jo konë gjithë nishat. Ti falenderoj gjithë plisat me knatësin më të madhe, edhe do jem të im vdekje për krajin e tyne. Por e përpara kom qenë aktiv shumë dhe ka vitit 2004, mane s'ko mujt mi përcjell lojt me shkun s'do loj, po ples me zemër im konë gjithë jem, po m'vjen mirë që pisho ketë plisat e ketë generatave këtu, të e ketë generatat e vjetra para luftës, viteve 80-ta, edhe për 25 jetëri nga bashku krejt, edhe po vjen shumë mirë edhe që shtë do t'mi apo ma shpesh edhe çdo vjetë. Kur pranohet sporti jonë edhe në arenën tërkombëtare, atëre ma mërmenja që kanë edhe të vjetrit kanë më këthy prapë. Rastin konkret e keni post dje, handball Prishtina që ka lujt në arenën tërkombëtare, shtë që shpresoj që edhe basketen futboll shumë shpejt kena me donë në arenën tërkombëtare, edhe kanë më këthy krejt. Sikurse në çdo organizim të tyre, edhe kësaj radhe numri i tifozëve që ishin prezent për të festuar bashkë me ekipin e tyre të zemrës ishte mjaft i madh. Të bashkuar si gjithmonë, nuk e kursyen veten që t'i këndojnë vendit të tyre Prishtinës. Campion se campion, campion se campion, campion se Patyshim ka qenë shumë vështirë, ama një njeri është i pandalshëm, ai është udhëheci Plisa Albert Kastrati Tigri. Ai është më i meritumi për këtë organizim. Kuptohet, gjithë tjerë plisat e kanë mbështet, po pat njeri kë organizim s'kish ndodhur. Për Kosovë patyshim jemi numër 1, ajo nuk diskutohet. Po qëllimi jonë, qëllimi këtij grupi është të trit, po jo vetëm të trit, të gjithë ata që e dojnë Prishtinën, ndjenjat e njerëzve, ndjenjat e njerëzve me shtija dhe kulturën e tifozërisë e cila jashtë është shumë e njohur, është një subkulturë shumë e njohur ne, dhe kjo qëllimi jonë mu mot me tifogrupet e rajonit, cilat sidomos për tifozti motën edhe me italian, me anglez, me poljak, kjo qëllimi jonë. Në koncertin e së dielës, dhurata e kryesuesve të plisave për tifozët bardhë e kaltërt ishin shumë këngëtar dhe grupe të njohura të Prishtinës, siç ishin Dafina Zeqiri. Ukrajini gati me t'ju krejtë së bashku. Rrugët sy pa trembu, plisa po ecim, Prishtinën e dojna, deri sa vdesim. Po Prishtinën koqë, shumë e dojna na. NR Hajdurime 25 vjetore. Inshallah aty e 500 tjera, po na s'kena vukon qallë, Plisa, Prishtinë, po në mrejt e rinë 3, po më intereson sa jeni po më pishurën për juve, 1, 2, 3. Jaman pa Prishtinë, s'ka Kosovë, DJ, u postuvo, sy t'i qela, u vara, u përmas, prej sheshit, mas me gas, ju janë gjetala, jet një jetën full pas, kur unë e përtar. Bounce, 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 everybody just go bounce. Baba Stars. Ata që se ti, që shabuat të Prishtinë, e të Prishtinë, që ata që
Chaos. Klepto. Elinel. Babu Tarabuka. Limani e shumë të tjerë. Kanë duar të kanë brar, kanë jetë të kanë shar, sa me pachu me rap në si, të brënduan dashurin, e të falën tra bërpir, sa plak në semëri kema. Urime edhe kejt aty në qënë Prishtinali, edhe kejt aty në qënë shqiptar, urime një 100 vjetorin me këtë rast, për shpësaj rastin mja uru edhe njerë. Unë jam një për njerëzve që gjithmonë një mënu me kontribu për venin tem për gjithësi, e sidomos për Prishtinën. Jam plot kongë që unë e përmeni Prishtinën, e përmeni venin ku jam lindun edhe ku jam rrit. Gjithë shka që ka të pëj me Prishtinën edhe me këmbë, edhe me krejt që ka të pëj me shqiptar, jam shumë emocional edhe jam koqa nacionalist, kështu që jam shumë happy, nice. Inshallah dhe veç këna me him federata në sene matë maja të. Urime, inshallah të njetën, qështu, matë maj. Urime edhe kejtëve që janë Prishtinali, urime kejtë plisave. Urime edhe kejtë plisave, kejtë Prishtinës. Jena bërë më një krenar nga gjithë shysh, jena për kras kejtë Prishtinalive, për kras plisave, nana Prishtinalive, që gjithë shysh nga du të me konë këtu. Shvaltjeni është për ty me knun dititjen e 25 të personave që gjithmonë e përkrojnë Prishtinën në çdo aspekt. Faleminderit mas pari që ju ka ronë men me na thirr. Edhe shumë deri madhe dhe na gjithë jena konë me Prishtinën masi qëtu kena jetu. Respekt për kejtë plisa. Inshallah mesim bashkë, inshallah bon ma shumë edhe ma të mirë. Inshallah i marrim kejtë kupat. Dhe na imi të Prishtinës dhe gjithmonë jene duhet me përkrojnë gjithmonë Prishtinën e plisave. Unë mas pari uroj 25 vjetorin e plisave edhe dëshiroj shumë suksese me gjitha shumë shëndet gjitha atyne që kanë orëson e këto. Pas këngëtarëve i ftuar në këtë ditëlindje ishte edhe kryetari komunës së Prishtinës, zotri Isa Mustafa, i cili i përgëzoi plisat për organizimin, duke thënë që janë shembulli më i mirë për shoqërinë. E si do të kishte kuptim kjo mbrëmje pa prezencën e lojtarëve të klubeve të Prishtinës? Hajde me zemër, forza Prishtina, truni për tisa, hajde Prishtina. Vjetorin e plisave, ju e një konë, gjithmonë keni me vetë vjetori ju një gjosht. Ashtu të arrit suksesi jashtëzakonisht më Taif Kaboqi. E shfrytëzoj rastin në emër tim, në emër të klubit Hebollit, Prishtina 25 vjetorin e themelimit plisave. Rrugës sy pa trembur plisat po ecin. Prishtinën e dojna derisa të vdesim. Janë vargje të cilat si gjithmonë u vërtetuan edhe atë natë nga plisat.
Të organizuar si çdo herë morën rrugën për në destinacionin e caktuar. Disa pjesë të qytetit e Prishtinës atë natë do ndriçoheshin më shumë nga fishek zjarrit e shumta që ishin përgatitur enkas për këtë 25 vjetor. Gjithë ky organizim zgjati për 6 orë të tëra me surpriza dhe atmosferë të paparë ndonjëherë në kryeqytet. E të jesh pjesë mjafton ta duash Prishtinën me zemër dhe ta ndjekësh atë në çdo vend dhe në çdo kohë. Andaj urime Plisa u bëfshin 100 vjeç.